Doja të pyes, nëse kam të drejtë për me dalë në një banesë në veti me burrin sall, pra vetëm me burrin, sepse vjera përzihet shumë te na dhe sjena rahat hiç. A kam gjuna nëse du me dalë veç, a mund ta luti Zotin për me ndihmu që të dal në vete në banesë? Jena në Zvicër dhe e kena një banesë jo shumë të madhe, mendoj se më mirë se cilin banesën e vet. Po burri ç'a bën? Apo sheh teatr? Ju vën juve në skenë edhe burri rrin të pa gallat. Burri duhet që të vendosi ekuilibrat edhe të rregullojë, të jetë rregullatori i situatave të tilla, të jetë rregullatori i situatave të tilla. Sepse fjala vjera përzihet është si puna e llastikut. Përzihet se i takon në ca gjona dhe përzihet se e tepron në ca gjona tjera. Varet se tani fjala përzihet, për shembull, thot vjera, oj nuse mylle ujin, ti thot pse më përzihet mu kjo? Po mylle pra ujin, të falë Allahu. S'është përzierje kjo, kjo është normale. Thot vjera oj nuse fiki dritat, për shembull, si lën në skot. Ti këtë mund ta quash shkelje e të drejtave dhe lirive, ndërkohë që vjera thot, pritet është shtëpia ime kjo, ose shtëpia e çunit tim, çuni im e paguam fund fare faturat. Vjera e shef nusën që ka vesh një fustan gri. Thot pse ke vesh gri? Pse s'vesh atë të ziun? Kjo quhet përzierje e tepruar. Çi duhet vjerës? Si e vesh? Pse u ke bë fëmijëve sot vezë? Se edhe dje kanë hëngër vezë. Kjo është përzierje e patolerueshme, s'ka që duhet vjerës. Nëse ka diçka vjera që si pëlqeni, thot çunit vet. Pra varet tani fjala përzihet është si puna e llastikut. Dhe gjithë secili është relative, gjithë secili e shef s'po bëj gjë hiç, ndërkohë që e ka bë llëm, ose s'ka bëj gjë hiç, dhe duket sikur ka bën nomin, ndërkohë që mund të jetë diçka normale, po kësaj i bëhet ferra Ibrahim, ose asaj i bëhet ferra Ibrahim, ndërkohë që faktikisht po ta analizosh s'ka asgjë për tu shqetësuar. E rëndësishme, ti dua mund të bësh, nuk ka asnjë problemi.